Bismillahirrahmanirrahim. Çlirimi i Mekës. Ishte viti 8 Hijri kalendarit islam, me 20 Ramazan, viti 630 diellor. U shkëlqeu një dritë, shpërtheu një lule që pushtoi me aromë tër Mekën dhe gadishullin arabik, por dhe tër planetin tokë. Pas shumë vujtjesh Muhamedi a.s. me shokët e tij dhe familjen e fisin e tër, pas kalimit të shumë sprovave dhe largimit nga tokat e tyre, vatani i tyre, pra ata u rikthyen si fitues dhe triumfues. Ndaj të pavërtetës, sfiduan dhe larguan shirkun nga Meka, toka të cilën Allahu ngriti Qabe. Tokë ku pejgamberi Ibrahim a.s. me bijtë e tij Ismailin dhe Isakun bënin ibadet dhe u mësonin njerëzve tauhidin, besimin e pastërt në një Zot. Resulullah sallallahu alaihi wasallam shfaqi shumë kujdes që hyrja në Mekë të bëhej paqësore dhe të mos ndodhin gjakderdhje e probleme. Para se të hynte në Mekë, ai ndau ushtrinë me 4 pjesë, me qëllim që të hynin nga 4 anët e Mekës dhe të demonstranin forcën, ti pengonin njerëzit dhe ti dorëzoheshin këtij realiteti me paqe. Me të hyrën në Mekë, i dërguari alayhis salam u bëri me dije se kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt. Kush e mbyll derën e shtëpisë së tij është i sigurt. Edhe ai që hyn në xhami është i sigurt. Me këtë, ai dha të gjitha mundësitë e sigurisë për njerëzit që e duan atë. Pra muslimani nuk dëmton dhe abuzon. Siguria është nga muslimani, nga ai nuk pritet pasiguri dhe tradhti. I dërguari i Allahut hyri me paqe e dashuri në Mekë dhe flamuri i tij u vendos në hujum. Hyrja e të dërguarit alayhis salam në Mekë ishte modeste. Ai kishte ulur kokën dhe me përulje nga respekti ndaj Allahut të madhëruar e lexonte surën Fat. Ku ajeti kuranor thotë kështu: Inna fatahna laka fathan mubina. Ne ty të dham një fitore të sigurt. Surja Fat, ajeti i parë. Më pas u drejtua Kaqabja për bëri tavaf 7 herë dhe më pas tha: Nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, një i vetëm dhe i pashok. Ai e përmbushi premtimin, e ndihmoi robën e vet dhe shpartalloi i vetëm të gjitha aleancat intrigante. Vini re, çdo gjak dhe hakmarrje qëndron poshtë këmbëve të mia. Përveç mbulimit të Qabes dhe dhënies ujë. Më pas tha: O Kurejsh, çfarë mendoni se do të bëj me ju? Ata i thanë: Të mira o vlla fisnik, i biri vllait fisnik. Ai tha fjalën e tij të njohur: Shkoni, jeni të lirë. Liria u pa kudo. Edhe pse ata u keq trajtuan dhe u përzuan nga shtëpitë e tyre, të keqen e kthyen më të mirë, sepse Allahu na mëson. Të keqen kthehej më të mirë, e atëherë miku yt do të bëhet më njëherë mik i ngushtë. Surja Fusilet ajeti 34. Pra në Islam nuk lejohet hakmarrja dhe dhuna. Ata hyn me selam, paqe dhe dashuri në Mekë, duke mos shkelur as shkatruar as dënuar, por u tha jeni të falur. Edhe pse të këqijet e tyre ndaj muslimanëve kishin mbushur kupën, por dihet se burri i vërtet fal, e i ligu dënon, po ju dha rasti. Pas kësaj thirrri ata që posedonin çelësat e Qabes, i mori çelësat dhe hapi derën e saj. Aty gjeti disa statuja, piktura, të cilat urdhëroi t'i prishnin. Më pas filloi të ecte drejt idhujve, numri të cilëve ishte rreth 360, që adhuroheshin në kohën e ignorancës arabe. Ua bënte me shenjë dhe lexonte fjalën e Allahut: Thuaj e vërteta erdhi, ndërsa e pavërteta u shkatrua. Sigurisht e pavërteta është e përcaktuar të zhduket. Surja Isra ajeti 81. Ai i rrezoi perandurinë e kufrit, duke hedhur të gjithë idhujt poshtë dhe urdhëroi që të shkatroheshin. Pas kësaj, tek pejgamberi alayhis salam erdhën burra që kishin pranuar Islamin për t'i dhënë besën, dhe pas tyre erdhën gratë për të cilat kishte kushte të veçanta. Kur hyri koha e namazit të drekës, Bilali thirri zërin e së vërtetës mbi terasën e Qabes. Hypi sipër, u ndal, shikoi turmën dhe filloi të thrasë ezanin duke thënë: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut. Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Disa që sapo kishin hyrë në Islam nuk u pëlqeu të dëgjonin këtë, por pasi Islami është forcuar në zemrat e tyre, u penduan për çfarë kishin thënë. Në këtë mënyrë Qabja u pastruar nga shirku e paganizmi, nga adhurimi që u bëi zotrave të tjerë në vend të Allahut. Aty mbaroi fuqia armiqësore ndaj Islamit dhe muslimanëve, duke kthy Mekën në qytetin më të rëndësishëm të Islamit, sepse aty Muhamedi alayhis salam vendosi rregull dhe la udhëheqjes Witab bin Usaidi. I dërguari alayhis salam mundua që të mësonte banorëve të Mekës Islamin, prandaj qëndroi me ta 19 ditë. Ai u largua për të ballafaquar me fiset Thaqif dhe Hawazin, të cilët ishin gati të sulmonin Muhamedin alayhis salam pasi kishte çliruar Mekën. Çlirimi i Mekës ishte një arsye e fortë që zbuti armiqësinë e arabëve ndaj Islamit. Pas këtij çlirimi, njerëzit filluan të hyjnë në fenë e Allahut turma, grupe. Kjo ndodhi me hyrjen e Kurejshëve në Islam dhe me rënien e forcës më të madhe armiqësore ndaj Islamit. Kjo përshkruhet në surën Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ku erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dhënimi dhe i pa njerëzit që po hyjnë turma në fenë Allahut, i pra lartësoj Zotin tënd duke falendëruar
dhe kërkon nga I falje, ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues I madh. Surja Nasr, ajete 1-3. Vërtet Allah është me besimtarët, e pa vërteta u thye, e humbi në humner. Dori në shesh e vërteta. Andaj kjo ngjarje ngrit imanin e besimtarit, agjëruesit dhe atij që ka lidhjen e tij të sigurt me Kur'an e Sunna. Disa mësime që marrim nga çlirimi I Mekës. Në 1, çlirimi I Mekës është çlirim nga errësira. Në 2, muslimanët fituan pas sprovave të mëdha. 3, idhujt u shemben që edhe sot t'i shembin. 4, historia e çlirimit të Mekës reflektohet që edhe sot ta çlirojmë vendin ton nga idhujtaria, paganizmi modern, bashkëkohor. 5, ezani u thirr, por edhe sot duhet thirrur në çdo anë të planetit tokë dhe të themelojmë qendra të thirrjes islame me besim të pastër. 6, ata ishin të pamposhtur, shoqëria e artë, dhe imazhin e tyre besimtar. Mos u turpro, po kërnohu që je musliman. 7, mesazhi. Sa herë të kujtohet kjo ndodhi, mendo që këtë ta bësh edhe ti në qytetin tënd këtë ndodhi, ose fshatin tënd, o musliman. Pra çliroje vendin tënd nga shirku, çliroje fshatin tënd nga shirku, çliroje qytetin tënd nga shirku, lagjen tënde, hallin tënd. 8, mos paragjyko njerëzit, thirrni të gjithë me urtësi dhe butësi. Afroje ata me dashuri. 9, mbështetju Allahut, suksesi është në dorën e Tij e jo të njerëzve. 10, ec me idenë e fituesit dhe jo të humbësit. Bëj durim dhe shtoje vullnetin, bëhu ndryshues I gjendjes tënde dhe shoqërisë që të rrethon. Mos ke frikë, bëhu guximtar, duhet të guxosh në Islam me butësi, pra të tjerët I ftosh.